çfarë ndodh mbrëmje në Arafat? Pas Arafatit, domethënë. Pasi të perëndoi dielli, besimtarët përgatiten për natën e Bajramit. Kur besimtarët përgatiten për natën e Bajramit, kjo do të thonë se ato tash duhet ta përmendin Allahun dhul xhelal në këtë adhurim të madh. Qëllimi final ose besimtarët për obligimeve, të cilat e kanë të patjetërsueshëm në atë natë, na këtu nuk kemi obligime, por na përgatitemi për ditën e Bajramit. Po. Përgatitemi për ata të cilët kanë kurban, që të presin kurban nesër pasi ta falin namazin e Bajramit. Kurse haxhiu natën e Bajramit niset prej Arafatit, shkon në Muzdelife. Është një ibadet për ibadetave të mëdha të haxhit. Është tash nuk duhet ta bëj, është vështirësi dhe ka vështirësi, por brenda kësaj kohe dhe brenda kësaj nate i bën dy punë besimtari. Puna e parë kur të mrije natën e Bajramit në Muzdelife, e fal namazin e akşamit dhe namazin e Yasis, me një ezan dhe 2 ikamete. 3 recate plus 2 recate, edhe pejgamberi sallam e ka pasën traditë brenda kësaj kohe të pushon deri namazin e sabahut, sepse nesër e pret një punë shumë e madhe. Nesër e pret kurbani, nesër e pret gjuajtja e guralecave, nesër e pret përja e tavafit të haxhit, nesër e pret edhe shkuarja për ta bërë Safan edhe Mervan. Gjitha këto punë përmenden për disa sekonda me fjalë, por këto kanë orë të tëra të cilët duhet i bën haxhiu, e natën e Bajramit haxhiu përpos që e bën namazin e akşamit dhe yacies, ka drejt ta madhron Allahun, ta lut Allahun, të kërkon falje, por edhe të pushon që namazin e sabahut në ditën e Bajramit ta falin në Muzdelife, edhe të niset pastaj të vazhdon me ibadete tjera, të cilët janë më në ditën e 10 të Dhulhijhes. Dita e 10 e Dhulhijhes është ditën e Bajramit, edhe ditën e Bajramit vetëm se shumica e haxhit kryhet, por pas se ngelin edhe 2 ditë dhe 3 ditë tjera të cilët duhet t'i gjujnë guralecët besimtarët, edhe brenda kësaj kohe prej kurbani, hahet mishi kurbanit, ekstumerat.